Përfaqësimi i delegacionit shqiptar në homazhet në nderim të viktimave të akteve terroriste në Paris javën e shkuar ka vijuar të tërheqë vëmendjen e medias botërore. Marshimi simbolik i 4 përfaqësuesve të komuniteteve fetare të bashkuar është cilësuar si një nga momentet më të veçanta dhe signifikative të shprehjes së unitetit njerëzor në këto manifestime. Gazeta më e madhe në Francë, Le Monde, ka veçuar edhe gjetjen simbolike të 3 lapsave në xhaketën e kryeministrit Edi Rama me ngjyrat e flamurit francez. Gazeta prestigjioze ka cituar presidentin François Hollande, ku gjatë takimit me kreun e qeverisë shqiptare në Pallatin Elize i ka thënë: "E bukur ajo që keni në xhep", duke bërë shenjë nga 3 lapsat ngjyrë blu, të bardhë dhe të kuqe në xhepin e xhaketës së kryeministrit Rama. Por kjo gjetje e tij është komentuar edhe nga shtypi britanik. E përditshmja The Independent shkruan se kreu i qeverisë shqiptare kishte bërë një zgjedhje klasi për të bërë homazhe për nder të viktimave të akteve terroriste. E nëse mendoni se lapsi është përdorur në të gjitha mënyrat e mundshme si simbol i lirisë së fjalës dhe unitetit në nderim të viktimave të Charlie Hebdo, kryeministri shqiptar Edi Rama vjen me një zgjedhje mjaft delikate, simbolin 3 ngjyrësh në xhepin e tij. Politikani, vetë një artist dhe publicist, ishte pjesë e manifestimit të solidaritetit në Paris, me lapsat me ngjyrën e bardhë, blu e të kuqe në xhepin e xhaketës, që përfaqësonin ngjyrat e flamurit francez, thuhet ndër të tjera në këtë shkrim të britanikes. Më poshtë, ajo ka publikuar edhe foton e përbashkët të Ramës me klerikët shqiptar, të marrë nga profili i tij në Twitter, një moment që thekson harmoninë fetare në vendin tonë.